Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me lajmet e televizionit Nova. Pas një lajmi të mirë që dje mori Kosova për antarësimin e saj në FIFA dhe UEFA, një lajm i ngjajshëm erdhi edhe sot nga Komisioni Evropian, i cili vendosi që Republikën e Kosovës ta liron nga regjimi vizave. Brukseli zyrtar ka konstatuar se Kosova ka përmbushur të gjitha kriteret e përcaktuara në udhëfyesin për këtë çështje. Pas vendimit të Komisionit, procedura për liberalizimin e të rëndësishëm pritet të miratohet edhe nga Parlamenti dhe Këshilli Evropian, i cili pritet të ndodhë në muajin qershor. Komisioni Evropian ka rekomanduar heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës. Me këtë hap, Komisioni Evropian vlerësoi se Kosova ka përmbushur kriteret e përcaktuara në udhëfyesin për këtë çështje dhe se qytetarët e saj mund të udhëtojnë në lirshëm në zonën Schengen, për qëndrimet e shkurtra sikurse edhe qytetarët e vendeve të tjera të rajonit. Pas vendimit të Komisionit, çështja pritet të shkojë në Parlamentin dhe Këshillin Evropian. Kosova ishte i vetmi në Europën Juglindore qytetarët e së cilës nuk kanë pas mundësi të udhëtonin pa viza në vendet e Bashkimit Evropian. Kosova mori udhëfyesin për liberalizimin e vizave në qershor të vitit 2012 dhe se është vendi i fundit që nënshkroi marrëveshjen e stabilizim asociimit me BE-n. Pas dekadave të izolimit nuk do të ketë më pritje para ambasadave, nuk do të ketë refuzime. Nuk kemi fituar dhurat, por kemi merituar liberalizimin me punën tonë të përbashkët. Kur punojmë bashk, asnjë kufi nuk na ndal. Urime liberalizimi sot, urime edhe për UEFA ndje. Javë historike, ka deklaruar presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi. Por i menjëhershëm ka qenë edhe reagimi i ministrit për eurointegrim Bekim Çollaku, i cili ka pohuar se Komisioni Evropian ka miratuar propozimin për liberalizimin e vizave për Kosovën. Komisioneri për imigracion Dimitris Avramopoulos ka bërë thirrje për respektimin e marrëveshjes me Malin e Zi dhe për reformat në drejtësi. Të drejtë udhëtimi pa viza do të kenë qytetarët e Kosovës që posedojnë pasaporta biometrike. E di sa e rëndësishme është udhëtimi pa viza për qytetarët e Kosovës dhe jam i kënaqur me progresin e arritur. Shpresoj që Parlamenti Evropian dhe Këshilli të miratojnë propozimin tonë. Pas njoftimit nga Komisioni Evropian se Kosovës i është dhënë rekomandimi për liberalizimin e vizave, ka pasuar edhe urimi i kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa. Mustafa shkroi në Facebook se me këtë vendim qytetarëve të Kosovës ju dha vlerësimi i merituar. Urime qytetarë të dashur, rekomandimin pozitiv për heqjen e vizave është vlerësim më i merituar për qytetarët e Republikës së Kosovës nga Bashkimi Evropian. Rezultatet e punës së qeverisë çdo ditë më shumë janë të prekshme për qytetarët e Kosovës, qytetarët e kontinentit dhe vlerave evropiane. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, ka uruar qytetarët lidhur me marrjen e rekomandimit për heqjen e vizave për Kosovën. I falimderoj qytetarët për durimin e përkushtimin e tyre, padyshim që PDK-ja ishte lokomotiva e këtij procesi. E falemderoj ish kryeministrin, ministrat e integrimit, ministrat e brendshëm dhe të jashtëm. Veseli në një konferencë për media ka thënë se sot është një ditë e jashtëzakonshme për vendin tonë. Banka Popullore e Maqedonisë ka vendosur të rrisë shkallën e interesit të bonove si shkallë themelore interesit për 0,75%. Nga ana tjetër shtohen në kumtes Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë edhe mëtej i vlerëson fundamentet ekonomike si të shëndosha pa prezencën e pabarazive më të mëdha në ekonomi. Komiteti për politikë operative monetare i Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë vendosi të arrisë shkallën e interesit të bonove të thesarit, si shkallë themelore interesit për 0,75% prej 3,25% në 4%. Vendimi për shtrëngimin e politikës monetare është reagimi i kërkesës së rritur të devizave dhe presioneve ndaj bazës depozitare të bankave, të cilat në tërësi janë pasojë e pritjeve të përkeqësuar të subjekteve ekonomike, të shkaktuara nga gjendja politike jo stabile në vend. Me këtë ndryshim i shkallës së interesit është përgjigje në veprimin e faktorëve nga natyra jo ekonomike, njoftoi sot Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë. Nga ana tjetër shtohet në kumtesë Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë edhe mëtej vlerëson fundamentet ekonomike si të shëndosha, pa prezencën e pabarazive më të mëdha në ekonomi. Të gjithë treguesit e deritanishëm orientojnë në rritje solide ekonomike dhe kreditore, pa presione çmimore dhe presione në sektorin e jashtëm. Deficiti në llogarinë rrjedhëse dhe mëtej është mesatar me efekte të transferuese pozitive, nga ndryshime strukturore në sektorin e eksportit dhe me derdhje të mjaftueshme financiare për financimin e tij. Njëri të gjithë treguesit për rezerva devizore tregojnë në nivelin e tyre adekuat, që është i mjaftueshëm për ballafaqim me goditje, njoftoi Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë. Njërit nga Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë theksojnë se si deri tani, edhe në periudhën e ardhshme me kujdes do t'i ndjekin lëvizjet edhe nëse
nevojitet. Do të bëjnë ndryshime shtesë në politikën monetare për stabilizim të rëndësishëm të gjendjeve dhe të pritjeve të subjekteve ekonomike me qëllim që me sukses të realizohen në qëllimet e politikës monetare. Katastra këtë vit do të kryej regjistrim falas të drejtave personale të së drejtës patunçmërive në 29 komuna të reja kadastrale në mjediset rurale. Drejtori i Agjencisë për Katastër të Patunçmërive, Slave Tërpevski, apelon të gjithë qytetarët që të kompletojnë dokumentacione që dëshmojnë të drejtën e pronësisë dhe t'i paraqesin ato në repartin kompetent, ndërsa katastri do të kryejë regjistrim falas të drejtave të pronësisë. Kadastra këtë vit do të kryejë regjistrim falas të drejtave personale të së drejtës së patunçmërive në 29 komuna të reja kadastrale në mjediset rurale. Komunat e kadastrës janë konfirmuar me programin vjetor për azhurnimin të dhënave sipas detyrës zyrtare për vitin 2016 që e miratoi qeveria në seancën në datën 26 të muajit të kaluar me qëllim të zvogëlimit të mëtutjeshëm të përqindjes së parcelave të kadastrës me të drejtë pronësore të pakonfirmuara. Drejtori i Agjencisë për Katastër të Patunçmërive, Slavče Tërpeski, sot apelon të gjithë qytetarët dhe personat juridik të cilët posedojnë pronën në komunat e kadastrës me program të shpletojnë në fletparaqitje deri te reparti kompetent dhe të dorëzojnë dokumentacionet adekuat që ta tregojnë të drejtën e pronësisë, siç janë akt vendimet, marrëveshjet, aktet e organeve shtetërore, zgjedhjet të trashëgueshme dhe listat e pronësisë. Pas kësaj, potencoi kadastri do të kryejë regjistrim falas të së drejtave të pronësisë. Me programin e sakt theksohet periudha në të cilën duhet të shtrohen kërkesa, të cilat gjithsesi në kërkesë të tyre duhet t'i vazhdojmë. Pastaj, pas dorëzimit të kërkesës, kadastra del në vendin e ngjarjes së bashku me qytetarin e kryen identifikimin se ku është sakt gjendet patunçmëria, pas cilës vjen edhe regjistrimi dhe dhënia e fletpronësisë. Derisa qytetarët nuk paraqiten, potencon kadastra do të bëjë përpjekje të kryejë identifikimin dhe do të regjistrojë të drejtat e pronësisë, por nuk mund të garantohet se ku sakt do të regjistrohen. Për atë, apelojmë drejt të gjithë qytetarët të shfrytëzojnë mundësinë dhe falas të regjistrojnë të drejtën e pronësisë. Në Maqedoni ka gjithsej 4.047.000 parcela kadastrale, ndërsa 9.9% janë me të drejta të pakonfirmuara të pronësisë. Në 2 vitet e kaluara është kryer regjistrimi i parcelave në 104 komuna kadastriale nga gjithsej 205 komuna kadastriale ku përqindja e të drejtave të pakonfirmuara të pronësisë është më e madhe për 20%. Në ato 2 vite, siç informoi Tërpeski, masën e ka shfrytëzuar rreth 10.000 qytetarë dhe persona juridik të cilëve falas u është konfirmuar e drejta e pronësisë të mbi 16.000 parcelave kadastriale. Së bashku me programin për si vjetë deri më tani janë përfshirë 133 komuna kadastriale, ndërsa me programin e ardhshëm duhet të përfshihen 72 komuna të tjera. Me ndryshimet e ligjit për kadastër të patunçmërive në vitin 2013 është mundësuar për komunat kadastriale ku përqindja e të drejtave të pakonfirmuara të pronësisë është më e madhe se 20% në bazë zë programit vjetor të sjellur nga qeveria, ndërsa për paraqitje të shtruar nga qytetarët dhe persona juridik, kadastra të kryejë regjistrim falas të së drejtës së pronësisë. Eurokomisari për politikë fqinjësore dhe për zgjerim Johannes Hahn ka pohuar se vetëm zgjedhjet e besueshme janë zgjidhje. Ai ka deklaruar se në Maqedoni është me rëndësi të mbahen zgjedhjet të cilat do të jenë të pranuara nga Bashkësia Ndërkombëtare. Në ndërkohë, ambasadori amerikan në Maqedoni, Jace Bailey, kontakton me partit, ndërsa ai europian ORAV partive u ka transmetuar 7 rekomandime. Eurokomisari për politikë fqinjësore dhe për zgjerim Johannes Hahn ka pohuar se vetëm zgjedhjet e besueshme janë zgjidhje. Eurokomisari për politikë fqinjësore dhe për zgjerim Johannes Hahn për Radio Europa e Lirë ka deklaruar se në Maqedoni është më me rëndësi të mbahen zgjedhjet të cilat do të jenë të pranuara nga Bashkësia Ndërkombëtare. Kjo do të thotë se duhet të ketë listë të pastruar zgjedhore, zgjedhjet duhet të jenë pa friksim të kandidatëve, partive dhe personave. Kjo është ajo që ka rëndësi për momentin. Kemi pasur përvojë kur zakonisht të gjitha fatet e ndryshme ishin përmbushur, ashtu siç ishin akorduar që në fillim, ose me pak vonesë. Prandaj betejë finale është të ketë zgjedhje. Nga ana tjetër, ambasadori amerikan në Maqedoni, Jace Bailey, kontakton me partit, ndërsa ai europian ORAV partive u ka transmetuar 7 rekomandime.
Më 5 maj do të protestohet në shenjë revolte në të gjitha burgjet e Maqedonisë, pasi presidenti Gjorgje Ivanov nuk ka marrë një vendim për faljen e mirat të burgosurve, ashtu si që i fali më shumë politikan. Protesta bëhet me qëllimin e vetëm që presidenti Ivanov të merë parasysh edhe kërkesat e të burgosurve. Në të gjitha burgjet e Maqedonisë më 5 maj do të protestohet në shenjë revolte pasi presidenti Gjorgje Ivanov nuk ka vendosur në lidhje me kërkesën e mirat të burgosurve të janë të falur, ashtu si bëri me politikanat. Protestet e të burgosurve do të bashkangjitet edhe të afërmit të tyre dhe organizatat jo qeveritare ku do të protestojnë jashtë burgjeve. Avokati Zvonko Davidović thotë se të burgosurit janë të revoltuar për shkak të standardeve të dyfishta, sepse presidenti nuk ka pranuar të bëj falje kolektive për të burgosurit dhe nuk ka shqyrtuar kërkesën e mirat të burgosurve, kurse në mas të madhe u falen politikanët. Të burgosurit do të kenë vetëm një kërkesë gjatë protestës së tyre të nesërme dhe atë që paraprakisht të përfshihen edhe ato në abolimin e kryetarit Ivanov, që bëri kohë më parë për fytyrat publike. Nëse kjo kërkesë nuk merret parasysh, protestuesit kanë paralajmëruar se e njëjta do të vazhdon edhe në ditët e ardhshme deri kur do të reflekton tek presidenti Ivanov. Sipas Financial Times dhe Politico, vendet europiane të cilat do të refuzojnë të marrin një pjesë nga ngarkesa e krizës me refugjatët, duhet të paguajnë 250.000 euro për një refugjat. Kjo është dispozitë ndëshkuese që është një nga pjesët kontestuese të ndryshimit të propozuar nga sistemi i Dublinit. Vendet evropiane të cilat do të refuzojnë të marrin një pjesë nga ngarkesa e krizës me refugjatët do të duhet të paguajnë 250.000 euro për një refugjat, njoftoi Financial Times dhe Politico, duke theksuar se kjo është parapar me propozimin e ri të Komisionit Evropian i cili sot do të prezantohet. Bëhet fjalë për dispozitën ndëshkuese që është një nga pjesët më kontestuese të ndryshimit të propozuar nga sistemi i Dublinit, theksuan përfaqësues të paemëruar evropian. Ekziston mundësia për këtë mas të debatohet edhe në ditët në vijim dhe dispozita të ndryshohet. Politico gjithashtu tregon se vendet evropiane të cilat do të refuzojnë bashkëpunim do të duhet të paguajnë shtrenjtë. Sekretari shtetëror amerikan John Kerry ju dha afat deri me një gusht qeverisë siriane si dhe aleatëve të saj në Moskë dhe Teheran që të fillojnë me ndryshimet politike të rrëzojnë nga pushteti presidentin Bashar al-Assad. Përndryshe do të ketë pasoja. Organizata Liri e Mendimit dhe Organizata Humanitare Ndërkombëtare Bashkimi Etnik kanë përcaktuar në disa nga vendet ku mohimi apo refuzimi përcaktimit fetar refuzohet. Dënimi është me vdekje. Kjo kryesisht ndodh me banorët e fesë islame. Donald Trump me fitoren e koruar në Indiana pritet që të jetë kandidati republikan për president. A imposhti rivalin e tij me shumicë votash, ndërkaq në kampin demokrat në Indiana ka koruar fitore Bernie Sanders, i cili e imposhti Hillary Clinton. Sekretari shtetëror amerikan John Kerry e paralajmëroi qeverinë siriane dhe aleatët e saj në Moskë dhe Teheran se kanë afat deri më 1 gusht të fillojnë tranzicionin politik të rrëzohet nga pushteti presidenti Bashar al-Assad. Në të kundërtën, sipas tij do të përballen me pasoja për shkak të qasjes së re amerikane në përfundimin e luftës qytetare në Siri. Afati për tranzicion është 1 gushti, deklaroi Kerry në konferencën për shtyp. Tani është maj, ose diçka do të ndodhë në muajt e fundit, ose do të kërkohet qasje të rësisht më e ndryshme, ka theksuar Kerry. Ai e dënoi sulmin ndaj spitalit në Alepo në të cilin mbrëm humbën jetën 20 njerëz dhe tha se projektili me siguri është gjuajtur nga territori nën kontroll të kryengritësve. Kerry paralajmëroi se një nga pasojat kryesore mund të jetë shkatrimi i të rësishëm i armëpushimit dhe kthimi në gjendjen e luftës. Nuk mendoi se Rusia atë e dëshiron, nuk mendoi edhe se Asadi do të kishte interes nga ajo. A mund të flasim për pasoja të tjera, ajo mbetet për të ardhmen, citoi Kerry. Në raportin vjetor të organizatës Liri e Mendimit dhe Organizata Humanitare Ndërkombëtare Bashkimi Etik i publikuar nga fundi i muajit prill, janë theksuar 13 shtete ku refuzimi i përcaktimit fetar ose largimi nga feja dënohet me vdekje. Në raport theksohet se në ato 13 vende shumica e banorëve janë të fesë islame, thekson Tanjug. Afganistan, Iran, Malajzi, Maldivi, Mavritani, Nigeri, Pakistan, Katar, Arabia Saudite, Somalia, Sudani, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Jemeni janë vendet me ligje radikale që kanë të bëjnë me të gjitha llojet e kufizimeve fetare.
Të gjitha këto vende me përjashtim të Pakistanit kanë dënim me vdekje për mohimin e fesë dhe religionit. Në raport theksohet se vende më të lira kur ateizmit është në pyetje është Jamajka, Uruguay, Japonia, Tajvani dhe Belgjika. Donald Trump pritet të jetë kandidati republikanëve për president të Amerikës pas fitores që shënoi në Indiana. Ky triumf i miliarderit amerikan e shtyri rivalin e tij Ted Cruz të tërhiqet nga gara. Trump e fitoi Indianën me 53% kundrejt kundërshtarit të tij që mori 37% të votave, raportojnë mediat ndërkombëtare. Biznesmeni nga New Yorku tashmë ka 1041 delegat, ndërsa për të fituar nominimin partijak, atij nevojiten gjithsej 1237 delegatë. Me të marrë kurorën nga partia e tij, Trump do të shënojë edhe një fitore mahnitse pasi që fushata e tij që kur nisi vitin e kaluar nuk u mor as pak seriozisht nga shumica e amerikanëve. Ndërkaq në kampin demokrat në Indiana ka korrur fitore Bernie Sanders, i cili e mposhti Hillary Clinton. Pavarësisht fitores së senatorit të Vermontit, Clinton ka shumë më tepër delegat dhe është e pamundur përmbysja e rezultatit. Më shumë kundërshtar, ndër të cilët edhe Zvicra që konsiderohej si një ndër aleatët më të fuqishëm të Kosovës. Ajo pranua në UEFA me 28 vota për, 24 kundër dhe 2 të pavlefshme. Federata e futbollit të Maqedonisë ka votuar për antarësimin e Kosovës në UEFA. Gjithashtu do të kemi mundësinë të shikojmë stadiumet e Kosovës, të cilët pritet të jenë një koqir të ndeshjeve që do të luhen në kuadër të UEFA-s. Federata e futbollit të Zvicrës, që nga Federata e futbollit të Kosovës llogaritej një ndër aleatët më të forta të saj, doli të jetë kundërshtarja më e madhe gjatë kongresit të UEFA-s të mbajtur të martën në Budapesht, pas Serbisë që pritet të kundërshtonte. Me gjithë këto kundërshtime, Kosova u pranua në UEFA me 28 vota për, 24 kundër dhe 2 të pavlefshme. Fillimisht, Zvicra çoi pluhur rreth amandamentit të statusit të UEFA-s që parashit edhe ndërimin e një nenit që ka penguar vazhdimisht pranimin e Kosovës, e që ishte i lidhur me pranimin në OKB. Pas debatit për të, propozoi që votimit të bëjnë në mënyrë të fshehtë dhe kjo u aprovua. Në fund, amandamentet nuk kaluan pasi nuk morën 2/3 e votave që kërkoheshin. Pas kësaj erdhi radha votimit për pranim të Kosovës. Paraprakisht pati debate, pas Serbisë fjalën e mori sekretari i përgjithshëm i Federatës Zvicrane Alex Meisher. Ai e tha troç atë që e mundon Zvicrën, lojtarët shqiptarë të saj. U shpreh kundër që lojtarët të kenë të drejtë të ndrojnë përfaqësues pas pranimit të Kosovës. Presidenti i Federatës së futbollit të Malit të Zi, Dejan Savicevic, ka mohuar njoftimet se votoi në favor të Kosovës për pranimin e UEFA. Qëndrimi i Federatës së futbollit të Malit të Zi në këtë çështje ishte i prerë, se duhet të respektohet statusi i UEFA-s, e që nuk ndodhi në këtë rast, deklaroi Savicevic përfaqën zyrtare të Federatës Malazeze. Sekretari i përgjithshëm UEFA-s Teodore Teodoridis në konferencë për media të mbajtur pak kohë pas kongresit në Budapesht, i është përgjigjur dhe interesimit të gazetarëve nga Kosova për atë që do të ndodhi në ditët dhe javët në VM. Çështja kryesore ishte dalja e skuadrave kosovare në garat evropiane. Për këtë, zyrtari nga Greqia tha se do të merret një vendim deri në fund të muajit maj. Federata e futbollit të Maqedonisë ka votuar për antarësimin e Kosovës në UEFA. FFM shumë herët gjatë një vizite të Fadil Vokrit në Shkup kishte shprehur mbështetje për Kosovën. Sa i përket votimit për pranimin e Kosovës në UEFA, ne kemi votuar konform interesit të FFM-s dhe futbollit në përgjithësi, është shprehur zëdhënësi i FFM-s Faton Zylbeari. Ai theksoi se delegacioni i FFM-s në Budapesht ka qenë kryesuar nga kreu i Federatës Ilçe Gjorgjevski dhe nënkryetari Muhamet Sedini dhe sekretari Filip Popovski. Kosova është pranuar në UEFA me të drejta të plota pas votimit të bërë sot në Budapesht, Hungarisë. Përveç përfaqësuesve së Kosovës që do të luajë tashmë në kualifikime dhe klubet do të luajnë në Ligën e Kampionëve dhe Ligën e Evropës. Sipas fjalëve të krerëve të FFK-s, 3 klube do të marrin pjesë në garat evropiane. Por ai plotëson ndonjëra nga klubet kosovare kushtet të marrin pjesë në garat evropiane. Aktualisht jo. Stadiumi Adem Jashari është më i miri momentalisht, por duhet investime të mëdha dhe janë dhënë 37 pika ku duhet të rregullohen që shumica kanë të bëjnë me infrastrukturën, ku këtë stadium luan skuadra e Ligës së Parë, Trepça. Pastaj është ai i Prishtinës që do të investojnë gjatë verës afër 5 milion euro.
stadiumi Recep Recepi Drenas, stadiumi në Kizhnic, stadiumi Rizalushta Mitrovic, stadiumi në Gjilan, stadiumi Shahin Haxhi Islami Pej, stadiumi në Merdar, stadiumi Përparim Thaçi Prizren, stadiumi i Prishtinës, stadiumi Bajram Aliu Skenderaj, stadiumi Demush Mavra Istog dhe stadiumi Ferki Aliu Vushtri nuk plotësojnë kushtet për Evropë. Të nderuar shikues, kjo është e tëra për këtë edicion të lajmeve. Ju faleminderit për vëmendjen me të cilën na ndoqët bashkë. Mirupafshim.